Kur të marrim vendime, ne marrim shkallë makro, së shkallë partijake. Dhe jo detyrimisht në shkallë mikro, pra në shkallë individuale kandidatësh. Ja shumë e rëndësishme të kuptoj që çdo sferë e vogël ndodhet brenda një sfere shumë të madhe. Tani t'ju bëj një pyetje, nuk e di a e keni ndjekur, një reagim të fortë të njërës prej kandidatëve për Tiranën, që nuk arriti do të merrte mandatin, Adriana Kalaja. Për Jorida Tabakun, e keni ndjekur? Jo, ma thonë. Jo, që e akuzoi publikisht se votat ja ka siguruar Edi Rama me oligarkët dhe këtë e din të gjithë, ajo ishte thjesht sudja. Dhe qëllimi i saj bashkë me Ramën, sipas zonjës Kalaja, pra i zonjës Tabaku, ishte që të poshtëronte Sali Berishën dhe me projekcion për të marrë Partinë Demokratike. Po, rrjetet sociale, media, besoj... Jo, ka bërë deklarat publike. Po, kështu që media i bjen. Po, është deklarat për ndryshe. Në rrjetet saj sociale. Po, të gjithë janë antarë të Këshillit Kombëtar, emrat që u përmendën dhe besoj do ta diskutojmë dhe aty brenda kur ne të mblidhem. Nuk di se çfarë diskutimi specifik i drejtohet, duhet ja bëni pyetje zonjën Kalaja, unë e di njoft për aktivistë dhe për njerëz që i bjen drejt e drejt çështje, nuk është se i shkon rreth rrodhu, kështu e njoh unë avokaten. Po pra, drejt e drejt, po a vlen kjo që të nisë sulmi ndaj më të votuarve tani më? Nuk e di, nevojitet ta pyesni ato, nuk mund të përgjigjem për dikë tjetër. Unë mund t'ju them. Ka nisur një luftë brenda llojet, po themi. Po ky sistem elektoral patjetër që e bën këtë, pse ke pse mendoni ju se s'ka nisur, edhe më keq është atje. Madje atje u detyru ndërhyu Edi Rama u ndërhyu i dha urdhër mos merrni pamjet filmike. Dakor, do të kaloj aty. Ai tjetër se nëse bëjmë këtë, ne themi ke dëshirë do t'i shohësh. Mendon se ka diçka që shkon, po merri, çfarë problemi ka? Ti lejon institucioni. S'ka asnjë problem. Shumë demokratë kanë nisur të artikulojnë dhe të kërkojnë dorëheqjen e Sali Berishës. Po, është qëndrim. Komentoni ju këtë. Keni gjë për të thënë për këtë? Analizë dhe më pas vendimarrje. Mund të shkoj kjo vendimarrje dhe me dorëheqjen e Berishës? Nëse vendos kryesia me kryetarin, po aty është aty. Se ne jemi të gjithë njerëz të lirë. Opozita është vullnetarizëm. Kryetarin nuk vendos ndonjëherë se si nuk vendos ndonjëherë. Po ata vendosin, kush vendos? Po tani ata janë njerëz deputet që i vendosi Berisha në listë dhe ata tani nuk do dalin kundër Berishës. Të gjithë sytë e publikut janë që këtë akt ta bëj ndonjë si puna juaj që keni të gjithë pavarësinë e mundshme për shkak të atij rezultati. Po, vendimet dhe qëndrimet. Integritetin e dur ta bëni. Vendimet dhe qëndrimet i marrin forumet përkatëse, që u takojnë vendimet dhe qëndrimet përkatëse. Për sa më përket mua personalisht, unë po ju them, mbaron procesi, bëhet analiza nëse ndjekim prapë këtë burokracinë, përfundojmë prapë si rezultati 11 majit. Unë mendoj që një riformatim patjetër nevojitet. Kështu e mendoj unë. Në çfarë shkallë dhe në çfarë gjërësie dhe çfarë numri e tjerë, kjo unë besoj do jetë objekt i diskutimit ndezur, po që nuk besoj se do ndodhi para vjeshtës. Po pse apo janë pushime? Sepse të tilla janë proceset. Po ja, të tilla janë procese. Nëse ne ndërkohë flasim që unë ja thash pak më parë që njëkohësisht po hecet puna me raportin e OSBE-Odirit, se është paraprak ky. Do bëhet përfundimtar. Dhe hec paralel analiza, sepse ky shkon edhe ushqen raportin përfundimtar të OSBE-Odirit, të gjitha energjitë janë të fokusuar me këtu tani. Dhe mbase analize mblidhet dhe forumet përkatëse. Pra kryesi përpara, Këshill Kombëtar dhe nëse nevojitet Kuvend Kombëtar, pra e tillë është piramida, dhe merren vendimet përkatëse dhe duke ditur kohët e reagimit të këtyre punëve, kjo besoj që do jetë diku afër vjeshtës. Jo afër vjeshtës, por në vjesht. Mendoj unë që do jetë kjo kohë. Dhe riformatimi patjetër që nevojitet. Pra, analiza duhet në çdo rast, edhe nëse fiton. Analiza duhet në çdo rast, sepse edhe kur fiton, ka disa njerëz që kanë punuar më pak e disa njerëz që kanë punuar shumë, gjithmonë ndodh kjo. Po kur humb, patjetër që duhet bërë. Çfarë do lloj kushtesh që qofshin. Dhe a mund të ishte bërë më mirë? Kjo është pyetja. Pra, a mund të bënim më po, patjetër që mund të bënim më mirë. S'ka asnjë diskutim. Mjafton dalim dhe të pyesim njerëz. Pra, po u shkopute nga terreni, po u shkopute nga ajo që unë quaj demokracia drejt për drejt, demokraci nga poshtë lart, patjetër që mund të bësh gabime, se nuk e fort i qartë se ku qëndron dhe çfarë nevojash ka terreni dhe si do të përfaqësohet. Dhe si rrjedhoi automatikisht ka privilegjin përkatës kryesia e Partisë Demokratike, e kam thënë këtë që në fillim, njëkohësisht ka dhe përgjegjësinë
për marrjen e vendimeve që bën. Pra nëse merr vendime të mira, duart trokitet, i themi bravo. Okay. Nëse s'ka marrë vendimet e mira, automatikisht i kërkojmë përgjegjësitë përkatëse. Por në çfarë shkallët vjen formatimi? Pra riformimi, t'i vëmë një emër si ta doni, ribërja, rifreskimi, hapja, çfarë do lloj termi t'i vendosim, unë nuk mendoj që këto kohë do ndodhin dot përpara vjeshtës. Keni pasur ju komunikim me zotin Berisha që Patjetër. pas 11 majit, ndoshta një, po themi urim për rezultatin që keni marrë, se di? Po, patjetër. Kemi komunikuar qoftë me rrugë telefonike, qoftë me rrugë personale ballë për ballë. Çfarë ju ka thënë? Apo thjesht urim? Shifrat flasin vetë. Unë kam qejf të komunikoj, ju thash, unë nuk jam tip emocional. Nuk kam qenë për shumë kohë, kështu që nuk unë komunikoj përmes votës. Ky është komunikimi im kryesor. Pra mbështetja nga njerëzit është kuantifikohet përmes votës. Këtë proces kemi, këtë sistem kemi, ne nuk është se kemi sondazhe me radhë, kemi votën. Po patjetër, ju keni dëgjuar vetë doktor Berishën ka dhënë deklarata personale, mediatike dhe është shprehur shumë qartë, kështu që tash nuk do flasun për veten. Po në finalizimin e numërimit votave nuk më dhe një përgjigje me Jorita Tabakun. Kush ishte pyetja? Po, të pyeta çfarë shkëmbyhet me njëri tjetrin. Njëri e mori mandatin, njëri se mori. A nuk keni kontaktuar pas rezultatit? Okej. Se në fakt më duket sikur s'po marr përgjigjen këtu, si nuk keni kontaktuar se s'kemi kontaktuar, çfarë çudie ka këtu? Domethënë as e ke uruar as të ka thënë gjë. Ne kemi folur në telefon për të rënë dakord për këtë intervistë kur dhe ku apo jo. Ky është të kontaktosh përmes mesazhit apo telefonatës, kjo gjë s'ka ndodhur. Okej, në rregull. Tani nuk e di sa më i qartë se kaq. Jo, në rregull, s'keni komunikuar, në rregull, se menduam dy njerëzit më të votuar mund të jenë me një qasje tjetër, domethënë. Po besoj ju e keni të qartë rrugtimin politik timin dhe zonjës Tabaku, cilët nuk është se erdhën nga një pikë dhe shkuam dhe garuam bashkë, po ka qenë konvergent. Okay. Pra ajo është nisur nga një drejtim tjetër, unë jam nisur nga një drejtim tjetër. Dhe kemi konverguar që kemi shkuar aty pak a shumë kokë me votat, po kjo do të thotë që ka qenë udhëtim i përbashkët. Pas këtij rezultati, e ke më të qartë panoramën e ambicjes tënde të objektivit radhës, apo akoma nuk ke një projeksion qartë? Pyetja është shumë e bukur. Unë vazhdoj qëndroj fort ke pjesa që pa një analizë të brendshme të qartë nuk merren vendime, por ç'është më e rëndësishme, kjo nuk është thelbësorja kjo. Ç'është më e rëndësishme dhe është thelbësore, është çfarë nevojitet dhe çfarë kërkojnë njerëzit. Pra, ata çfarë mendimi kanë. Se në fund fare unë ju them 100 herë do ja them, nuk lodhem fare. Unë besoj që demokracia nga poshtë lart. Pra, përfaqësimi është për njerëzit dhe ku ata mendojnë se duhet garuar, unë mendoj se atje duhet shkojnë kuajt e betejës. Po ka nga ata njerëz, për shembull, unë kam dëgjuar vetë, që të shohin se jo në kryet PD-s. Ka të tjerë që të shohin si një kandidaturë e radhës për kryebashkiak të Tiranës, për shembull. Po, pyetja. Cila nga këto mund të ishte më afër objektivit, dëshirës, ambicjes tënde? Po, varet nga dy elemente. Varet përsëri vetë nga njerëzit, që do të thotë kush është prevalenca, pra sa është numri i njerëzve që kërkon, cila është përqindja, nuk janë kaq matematik gjërat, se po i bëjmë shumë matematik. Vjen keq, po unë jam shumë analitik. Kjo është natyra ime. Po dakor, jemi shumë konkret. Atëherë do i bëj analizat vetëm ke kokaime, mos t'ju them, i bi që unë s'po ju them të vërtetën. Jo, po mira, po e bëj pyetje ndryshe. Cila nga këto të dyja për shembull është më e mundshme në të ardhmen e afërt, është më realizueshme? Po se mund zgjedhjet për 2 vjet janë zgjedhjet. Zgjedhjet bashkiake të 2007-s. Parakoshme pastaj është gjë tjetër, po. Zgjedhjet bashkiake 2007-s për referendum. Po. Ndërsa analiza e PD-s. Po, shumë mirë. Duhet bërë tani afër. Që të kemi të qartë. Mund të ketë dhe ndryshim kryetari, kështu që të afërt ta quhen këto. Jo. Që të dyja relativisht. Për mua nuk është afër 2 vjet. Po kjo tjetra është më e afërt për shembull. Është e rëndësishme që ne të bim dakord këtë term 2 vjet, atëherë po jo përgjigjem për 2 vjet, se pastaj afërt apo e largët dikush mund ta mendojë që është e largët, dikush e mesme, dikush e afërt. Ne kemi procese brenda partisë tonë se si arrihet deri te kandidatura. Që janë 2 procese, zakonisht janë primare plus vendim kryesie.
I keni vënë re se si këto dyja kërshëtohen. Dhe primaret pak a shumë kryen pak muaj përpara zgjedhjeve. Dakor, po primaret sikur nuk respektohen e pamna. Po ja që ndodhi që tek ne për shembull në Tiranë nuk e di gjithë qarqet, tek ne në Tiranë de facto respektu. Pra po të shihni ju 12 votumit ishim unë dhe zonja Tabaku në primare. Po, dhe ju mundeshët kokë në kokë listën e hapur në zonën e rrezikun. Nëse ti e quan respekt primareve, tërhiqem unë pastaj. Dhe po në dy. Kuptoj unë pastaj. Jo, nuk e kuptoni. Okay. Se s'keni dëgjuar akoma se çfarë po them. Në rregull. Po në dy ishim më të votuarit kur erdhën zgjedhjet e 11 majit apo jo. Pra që mund të shihni që rezultati Po u lat në zonën e rrezikut. Rezultati dhe vetëm nga njëri prej jush, 2 më të votuarit nuk janë sot në parlament. Po pse ngatronin konceptet? Po jo, pra se 2 më të votuarit e primareve nuk janë në parlament. Po ngatrojmë konceptet edhe një herë. Se u lanë në zonën e rrezikut që të dy. Unë mendoj që dhe ata më pak të votuarit e primareve u futën në zonën e sigurt. Po mendoj që keni gabu. Është fakt kjo që po them unë apo? Mendoj që keni gabu të ftuarin. Jo. Sepse po mboni pyetje që I takoj një antar I kryesie, nuk jam. Jo, po a ishe pjesë e procesit primareve ti? Po, atëherë më lejoni të përgjigjem. A dolën më të votuarit? Atëherë më lejo të përgjigjem. Okej, në rregull. Si më votuarit në primare, po ashtu që më të votuarit në zgjedhjet e 11 majit, apo jo. Që do të thotë, kjo demokracia brendshme që kemi neve, që është vetëm brenda antarësisë son, pasqyron shumë mirë edhe demokracinë e jashtme. Pra di kemi neve ta bëjmë këtë proces.